Zonja dhe zotrinj, jemi live me Robert Berishën, nuk jemi live fotale. Një individ I cili mua më pëlqen pafund sepse është shumë I lirshëm dhe një nga të paktët që shanë live në emision që unë e vlerësoj shumë, se po shpresoj që të hapet pak kjo mentaliteti shqiptar dhe gjithë këto gjëra. Shumë faleminderit që ke ardhur sot, I'm very happy që je këtu. Faleminderit për festën. Për festën. Po festën ne. Sot kemi ndeshjen njëri për ndeshjen. E para punës unë desha me ta thënë çfarë, po do ta them tani në podcast. Nuk e dija e mban mend ti, me shumë mundësi. Tani unë po shpresoj ta mbash mend vetëm nga emri që unë kam njësoj me gocën tënde. Po. Ne të dy jemi takuar në Amerikë. Unë nuk e dija e mban mend ti, kam qenë në New York, ti ke pas koncert, nuk e mbaj mend ka qenë si quaj ai vendi, është një kështu si big hall, nuk e mbaj mend. Edhe kam ardhur te dhoma e ndrimit m'duket, ti ke qenë I veshur. Apo flet për New York, apo se Po New York. New York bën koncertet. Aha. A kam qenë I zhveshur apo I veshur? Nuk e qenë I veshur. A ke pasur edhe atë emrin Renet, njëjtin E kam emrin po, ke pasur. unë prandaj po mendoj që ndoshta mund të mbash mend se unë atëherë nuk kisha Sa vite më në social pas media. Ja, 5 vite të 5 mirë. vite të mirë. Jo, fare. Jo, më shumë nga emri, se kështu unë e kuptoj që ti takon lloj so njerëzish tërë ditën çdo ditë. Pastaj në Instagram edhe të apo emisionin e podcastit këtu, edhe kemi komuniku, edhe të më thonë që emrin e ke si të gocës time, edhe se nuk të ne s'ka kësi emra shumë. Ke takuar ti femra shumë me emrin e gocës time? Quna ma shumë, në Quna e Francë. se është unisex. Po goca e ka me 2 në fund. Po me 2 në fund. Qunat e kanë Ku e me kje 1. ti atë vizën, e ke në e para në dytën? E para fundit, si A, vje, po, a? jo e fundit. Ku e ka goca? Goca nuk e ka se ja ku marrun. A, nuk ka fa... Ja mora vijë. E lash pa vi gocën. Qa bën goca? Ku është goca? Është në shkollë, rinë me mamin, me norën, Okej. edhe shifemi çdo ditë, shka e marrë në shkollë. Është një shkollë amerikane, Prishtina High Prishtinë School, do po me në thënë Prishtinë, rrinë, po okej. Prishtinë. Është e shkathë, është energjike, më kanë gjamu. Kanë qartë Shkon në nga violin, karakteri. piano, në karate, Shumë. gjimnastik. Ke ndonjë gjë që nuk do të të ngjaj ty? Jo as pak. Gjitha, le ti marrim Gjitha le ti, o, po, ne të knaqë që jeta është e shkurt, Shumë veç mirë, shumë mirë. mos ma prek dikush me dorë, mos t'i bën diçka kështu keq, për ndryshe ne të knaqet. Sa është pjesë e rutinës tënde, vajza? Me që e fillua me gocën, po... Po, unë edhe e postoj shumë shpesh, nuk e Po, bëj e ato kam që me parë. pa tjertë, edhe marr komente kështu shumica janë të mira, pasi që nuk jetoj me to, edhe pse nuk e kemi kështu të ndame ato një javë, unë një javë, si Po, që shumë kanë mirë. tjertë. Keni marrëdhënie të mira. Po, marrëdhënie të mira. Shumë mirë. Normal që fëmijët I takojnë nonës, po çdo ditë shkoj e marr në shkollë, e çene për kurse, edhe shumë shpesh vjen me nejtë. Unë edhe unë shkoj, ata pushimet I bojmë bashkë, Okej. kurse kemi nalë, domethënë deri vonë nuk ka kuptuar që jemi edhe të ndomna, që jemi të divorcu. Kështu që Rene, Do me thënë ke goxha free time për të Shumë, marrë shumë, me po. të, dhe nuk është se ke ndonjë lifestyle kështu super të ngarkuar. përveç se njerëzit- palesës që kam 1 orë në ditë, Po, se okej. shumica prej çunave rajnë, thonë 3 orë rinë palestër, Okej. 2 orë Ti e mbaron 15 punën, minuta di qa janë në duhet telefon. bësh edhe Po. vazhdon Kështu që jetën. jam I lirë punë ditës nuk kom pas asnjëherë. Okej. Tash që 5 vite emisionin që e kam, ajo është një herë në javë, Okej. e gjirojmë, edhe këto mramjet, koncertet, edhe kur dal diku jashtë Kosovës, se mos në Amerikë, kur shkojmë pa 2 javë aty nuk rihet, shumicën e kohës e kaloj me Renin. Sa më bëhet qefi që si mbajmë në këto evenimente me jo- ty, po. Jo me vajzën time, jem të folë për neve 2 vite. Po, pra po. Sa shpesh I ke koncertet? Unë jam prej atyne që këndoj, kështu s'kom pas problem se shumica këngëtarëve jo, unë iki vetëm kështu koncerte jashtë vendit, ku paguon shumë, unë e këndoj edhe në për këto pubs, Okej. në për baret. E pash dje kishe postuar një story. Po, të martën. Ku Domethënë, ishte një lokal në Prishtinë aneks. Okej. Edhe aty prej të hanës deri të dielën ka çdo natë muzikë. Domethënë të martëve jem aty, të hanave jem në Sunshine, të mërkurën preview, domethënë prej të hanës deri të enjtën muj me këndu çdo natë. Edhe është mirë se është muzika dhe këndimi është si kondicion kështu si sport. Po e le
nuk është mirë. Edhe premte të shtunet i la kështu për jashtë. Do me thëni, venit ku. gjatë javës e ke gjithmonë ndonjë këndon në Prishtinë edhe në fundjavë je jashtë? Edhe në fundjavë jam jashtë. Okej. Edhe pse kanë fillu tash pak me u zvoglu këto mramjet, diskotekat që i kemi në Zvicrën e për Evropë, nuk janë mos si për para. Tash edhe ma shumë po marrin, po më ne kjo zhanri jem që është folk. Se këto hip-hop artistat, këta playback artistat që i themone, i marrin, se gjenatat kanë ndryshu, janë matri edhe kanë qefa ta mi ndëgju, po janë edhe do shisha lounge që dojnë muzikën folk. Zvicër, Londër, Skandinavi, Amerikë, edhe në Burrell ka një shkështu për qefi. Sa i ndryshë është. A ka... Ka, si jo, ako ma pa e ditë pyetjem, ka, si nuk ka. Ka diferencë monetare midis vëndeve të ndryshme, pra se sa të paguajnë, apo paka shumë është çmimi jotë që është statik? Normal, do më thonë Amerika është pak ma largë, edhe nuk mund është me ikë veç për një koncert. I lidhë kështu 2 javë, ti po i hub 2 javë, edhe largësia, kështu që në çmimet normal që janë pak ma ndryshe. Po normal, sot del nga Kosova edhe deri në Tiranë me ardhë është çmimi tjetër. Më i lartë, okej. A përfshihen këto jo qëndrimi, udhëtimi, apo... Shumica ja lajnë organizatorëve. Ai të fut me një motel. Nuk paguan, do me thënë, ti për këto hotelet gjëra? Po une e dha çmimin komplet, une e marr hotelin. Baz lokacionit e marr afër dikun edhe zgjedhi hotelin, se gjumi është shumë i rëndësishëm. Absolutisht. Po ja le ti ati organizatorit, ai shkreti shep, mundot me bo dhe pak më të lirë, qënë na jasi motel aty të qijet me të madhe, ti s'flen heq të natën, apo kupton. Se më duket shumica po qine për hotela. Po inshallah qine për hotele. Inshallah s'janë cepave të rrugës. Nuk e di akon, se po ndrojmë temë, nuk e di akon Shqipëri vetëm biznes më të mirë. Nuk e di a lejot këto motelat që janë me ato garazhat, që futesh brenda, edhe është... Shiko, nuk jam ambientuar akoma i shumë me këto të Shqipërisë, ku ke jetu ti? New York, kam shumë 10 vite, po. Duket se të këmë takune para 5 vite dhe këmë qenë. Po të them! Shkatoj jetë! Nuk jam ambientu, po edhe nuk ka në Shqipëri. Sa e di une nuk ka në Kosovë, nuk e di numrin e sakt, po janë mbi 2000 motele. Si në Amerikë, ato motel që janë... Po. Në Amerikë kemi frekuentuar. Në Amerikë po, që në dykat, që në edhe në makinën jashtë dhe futesh direkt dhoma, ato si në për filma që në ato motelet. Që në gjajnë si kur do të vrasin a njësa, ato motelet janë të të Kosovë, rrugës Prishtinë Feriza i ke 200 motele, dhe janë luks. Ti e fute 220 nga to. Ala pa o hapaj, në hapjën së lemre e më shku. Edhe janë shumire kanë mendu, po me thonë, as nuk jep letër njoftim, as emën, as bjemën, as kërgjode. Si vetëm futesh paguan? Futesh me makinë në garazh. Okej. Garazha, dera e garazhës që është e hapër, dije që ajo është free, edhe ti futesh. Pastaj e mbyll derën e garazhës që mos të ta pa me konjerë ti, mos me ta pa atë gocën. Mund është edhe me qënë me shku. Po, e kuptoj. Edhe futesh aty në dhomë, koridorja e para, sa të futesh aty dhoma, është një dritare e vogël. Edhe e hapa dritaren edhe ai vjen. Thot pushim apo fjetje? Nuk ka shans. Edhe është 20 euro është pushimi, e fjetja është 80. Nëse do me nejtë ma gjatë. Po tani me sa di unë, koncepti motelit është që ti mund të rish disa orë, apo jo? 3 orë është kjo pushimi. E ta është të tregoj edhe një Barcelet. Se unë po me këpa, famë të Barcelet. E gjena që nuk i kanë kush i hapë në Tiranë ato, do bëj bëm, do me thonë, do bëj lek shumë. Duhet me hapë motel, do me thënë. Unë the me hapim bashkë, emrin e kemi, lekët. është investimi madh. Po pra, po duhet me gjithë sponsor. Kështu që motelat, këta organizatorët mund me qu dhe në si lloj motelash. Ajo dhoma është e mirë. E kuptoj. Po ti shkon me qunat e bendit, aty ja fut gjumë, aty në next door. Ti aty shkon kur ke pirë ca gota edhe s'di nga të futesh. Sa shpesh i frekuenton motelet ti, hotelet? Pasi që ishim të fol për motele, po. Unë jetoj vetë, e kam banesën time, kështu që s'kam nevojë me shku në për ato motele. Po, do me thonë që s'kom qenë. Kom qenë edhe i kom vjedhë shumë ideja, kom vjedhë për aty me moteleve. Ide në shpinë tënde? Po, për këtë dhomën time të fjetjes, pasqyre në altë. Halal.
e kish lezetin e vetë. Okej. Zin, kur mbaron punë, se s'ke që me bu, tash që me bu muhabet, Po, do shohim me qëllu goca që s'pin cigare, s'pin duhan. Të mërzitë. Po, mërzitet edhe tu e pa vetën, pastaj fillon me komuniku me ato, ajo këtu, e ty kështu në pasqyre komunikon me ato, po. Dhe kalon një 20 minuta, pastaj fillon prap muhabet edhe qështu. Okej, atë janë lodh me i qik këto... Tani, okej, ta parafrazoj. Mediatikisht edhe mënyra se si ti e shpreh veten, duket sikur ke një frekuenton shumë femra shumë shpesh. Është një thoni kështu se na në Kosovë përdoret qeni që lef, ai nuk të kafshon. Do me thënë ti zboj gjo, për normal. Ma të rrezikshmit janë ata që do me thonë nuk flasin shumë, ata janë do me thonë gjithmonë janë ma të rrezikshëm. Edhe varet, se nuk ka lidhje. Mendoj që është individuale, pavarësisht shprehjes që po ekziston. Ti? Unë jam pozitiv. Po, pozitiv, nuk thash që je negativ. E di, po jam kështu edhe një sens të humorit që kam edhe profesioni, muzikant, gjithmonë jenë... Muzikant e konsideron vetën, në? Po, gjithmonë kur flas për muzikën, se jam muzikant, pianist. Kurioze. Pianist me shkollë të ullë të muzikës, të mesmen edhe Akademinë e muzikës. Babin ish kompozitor të ish Jugoslavisë, do me thonë shumë i njohur artist në shtëpi, do me thonë ne s'kemi pas lodra, ne jemi, kur kemi luajtur, që jemi rrëzuar për instrumente, ka pas në prodhom. Okej. Edhe, kupton, kështu që kur flas për muzikë, gjithmonë flas si muzikant. Okej. Se me dhënë kritik për ndonjë këngëtar, prekën e idhnohen, menojnë atë që po xhelozoj diçka. Jo, gjithmonë si muzikant kam drejt me kritiku për. Absolutisht, to duke marrë edhe parasysh kush do me t'i dëgjojë edhe kritikat, se edhe kot mendoj t'i hedhësh kështu në ajër. Po jo, tamam puna, vetëm kështu kur më pyet për dikush për dikon. Okej. Di në mënyrë profesionale me u përgjigj. Okej. Kur vjen puna për muzikë. Nuk ta shaj hallin, duket që i shkafet. Kështu që po gocat i du shumë, në motra s'kam, i kam 2 vëllezër, motra s'kam pas, edhe gjithmonë gjinin femrore e kum dasht. Okej. Edhe kam qef, do me thonë, me qenë tankon ofër femrave. Okej. Deri sa të des. Edhe di cillesh me to, kështu që mendoj që edhe të bë mirë. Po. Po shqyr që ka, nuk e di, mendoj që ka një diferencë shumë madhe, unë nuk kam qef ta bëj këtë lloj diferencë Shqipëri-Kosovë, por realisht mendoj që... Jo, vjen puna, ne duhet me bo. Po, mendoj që meshkujt e Kosovës kanë etikë shumë më të zhvilluar për të sjellur me femrat se sa të Shqipërisë. Çfarë mendon ti për këtë deklaratë? Për këtë deklaratë, i kanë ca përgjigje të forta. Në 2014-ën, kam qëndru në Tiranë 3 muaj, kër ishte Nora në Dance With Me. Edhe ishte 7 zonë. Rene në bark, edhe valzonte aty, që to ka dollë Rene shumë e shkallë Jëm njoftu me ca quna Tiranës, s'po du tash mjo për me emnin, janë shumë quna të mire edhe kur s'kum besu që muj me pas, do më thonë shokën Tiranë, që do më thonë flas me ta, edhe akoma jemi në kontakt, ma shumë se me ata që jem rritë në Prishtinë. Edhe, kur të flet dikush kur bën kësi dallime, tash s'po mundona mu bo patriot, por kur më flet kur më bën kësi dallime, Tiranë, edhe në Prishtinë, Shqipëri, Kosovë, më vjen keq edhe me u marrë me këtë temë. Gjithkun ka të mirë edhe të këqij. Gjithkun ka idiota e frajera, e shmekera, e kullera, e djemë që do më thonë e kanë gjenetike ato me kon gentleman. Ki edhe si quna në Prishtinë, në Kosovë, gjithkon që zhjë. Unë absolutisht nuk e di nëse të japësh një përgjigje politike, apo realisht jo, për zotin është qështu. Jo që si quna që kur kanë arë në Prishtinë, i kum njoftu me shoqet e mija, ato vdesin për ta. Quna kanë lexu, janë të mirë. Tash na kur vim këtu, i dojmë gocat e Tiranës. Se shofim te ju diçka që ato të Prishtinës nuk i kanë. Edhe ndoshta ne pak tash sillemi edhe ma mirë me ato. Mendoj që thjesht i keni disa gestikulacione pak më shumë për shemb. Po të marr një shembull pak jo idiot, po ndoshta pak të cekët në thonjza. E zëm një mashkull në Shqipëri e ka me siklet ta hapi atë karrigen që tulet një femër. Janë shumë të rrallë, unë po flasë për përgjithsinë, pra shumica e meshkujve në Shqipëri e kanë sikleta bëjnë atë gjënë, se thonë jo po,
apo se do ullë, mos më ullë mua e këtë janë kurse në Kosovë më duket shumë normale kjo gjë, ose më ka rastisur mua dhe më ka respektuar, nuk e di me çfarë kam parë. Unë mendoj që gjeneratat e reja, tash janë pak si matë kështu ma të lasdru, Okej, po ka të bëjë dhe gjenerata. Unë jam gjenerat e 78-ës, jam 28 vjeqar, dhe me thonë, ne s'kemi pas telefona, s'kemi pas rrjete sociale, dhe me thonë, me nëzik e kemi bo punën për mu taku me një vajzë. Me telefon të shpis, 3 quna kemi qenë shpi, ku bëj ke zilja në shpi, të 3 vlezrit, në telefon me pa për kërësh, dhe ishte për vlanë, merë për ty që. Edhe normal që, po, edhe tash, jo mja ngrej karikën ulsën, po edhe derën e makinës, se e respektojnë se emo. Ta tritë sot kanë 5 femre e ka. Po. Zonë se që ashtu është tash po ti ke pasur në njërë 5 femra kështu në njëtën ko? Njëtën ko? Nështë edhe ma shumë. Po, ka qenë ajo... Po si trimbloje. Se di, po, këmë qenë... S'po du me dhonë numrin kështu të sakt, se ma në i thuti po gënjenë se s'ka shansa me qenë 12. Po, në moshën 22 vjeqare, 23 vjeqare, u këtheva prej Amerikës. Okej. Edhe kishte mbaru lufta, edhe ishe njës shumë Ishin happy. Ishin të shumë. S'ti që po bëhet, po. Se për para kujdesu se vlau, jo djali agjës, jo mësusja, jo komshiu, janë shefri adim që se cilit. Edhe pas taj u shlirun kështu edhe të ishin shpëtun prej luftës. Pja fusin po knaqemi. E kuptoj. Po. Edhe unë e disha që kom u këthy në Amerikë edhe sa disha me një, me tjetër, adin kur se disha më stidha fjallë në njënës që doj me kalu ma gjata diçka. Edhe e di që mu patëm përzi kështu. Po e ke bërë në njëherë këtë rolin që ta bësh dikë të ndihet më speciale se realisht është? Të gjitha ti kom bo ashtu. Okej. Se s'kish arrit pas taj mi majt. A ke dhënë premtime që vetëm ty të ka me këtë jande? Po, gjithmonë dush me bo ato. Okej. Gjithmonë dush me bo ato. Kërtim stime. Shënojni. Që si intervistës t'u pas këtë. Do me thëmë piku jot, ka qënë në qëfar moshën, në aspekt me femrë? Po mosha 22-23 vjeqare. Ka qënë piku jot? Okej. Që ajo ko, do me thënë sa që ndrejsha në Kosovë, vetëm qëshorin korikon dhe gushtin për ato 3 muj, e bëj shamot, 7 orë i kësha për Amerikë. Vazhdojnë akoma me të njëjtat metoda? Jo. Kanë avancuar, evoluar? Tash, deri me numri e shtrit, deri 20. Kur s'ka qenë ma e lehtë? Dhe me thonë, edhe gocat e kanë kuptu, divorca para dite pas dite, po ka të tankohën, edhe është shumë vështirë me qenë lidhje veç me një person. Beson monogami do me thënë, apo? Me këtë që the, anon të jo, jam... Adin që është puna, do me thonë, qka shoftë ti, nuk e shoftë një femën tjetër. Do me thonë, nuk përmbushet njeriu veç me një person. Okej, po mendon se e ke ti këtë gjë, apo mendon që gjithë njerëzit janë në këtë lloj forme? Unë e kom pas të që sa vjetë, po tash këta tjertë kanë fillu me kuptu që e kanë edhe ata. Okej, po ti nuk mund të krijosh ndoshta një lidhje emocionale me çdo person që ti rri ose... Me se cilën prej tyne e kom një emocion të veçantë. Thash, te dikush zëri, te dikush syt, te dikush gishtat e komës. A ja thua këto atyre? Jo. Shpresh? Ja zbëm ja thonë. Sa të rekuptojnë edhe pas ta i largohen. Pse nuk mendon se do të... A jetu mi besu krejt qëto ajo? Po. Okej. Ndoshta mund t'jem idiote që ti besoj, unë mendoj që je shumë sinqert me të drejtën edhe... Ndoshta në numra mund t'jetë një egzagerim e tjere, po në fund ditës as nuk më hynë në xhep fare. Unë jam happy që po i thua këtë gjëra kaq shtrohet sepse mendoj që ka shumë meshkuj që mendojnë dhe funksionojnë në këtë lloj mënyre. Edhe pse jo më mirë edhe femrat ta din të vërtetën në një farë lloj mënyre. Kupton që të paktën ta din me dhe nuk më duket diçka negative kjo që ti po thua. Nuk është kur gjë negative derisa ajo kënaqet me çat person. Këtë po them. Aq kohë sa ja ka dedikuar ai.
pse jo? Ose në trin vet, ose në ta gjeni një sa me thonë që unë kam një boyfriend, se ka dhe për aty me vajzave, sa i mbushin 27, 28, 29, ngella pa të dashur, edhe e bën një që nuk i pëlqen shumë, veç sa me thonë që e ka një boyfriend. Që ma mirë rrim me dikon që knaqesh me ta, sa je me ata. Po ndihesh ndonjëherë lonely nga që ndoshta nuk e një person tjetër në shtëpi, apo mendojnë që e plotson këtë gjë kur ke nevojë për... Jam mësu me jetu si i vogël, kom dal jashtë edhe jam mësu me jetu vetë, edhe kom kuptu që kam nevojë me nejt vetë. Okej. Po. Se di. E kom përjetu edhe me bashkjetu edhe. Unë mendoj që gabimi është e one. Unë jam problematiku. Okej. Deri kur të pranon ti je shumë okej. Po pse e konsideron veten problematike dhe se shes si një preferencë, për shembull? Se e di që është problemi është tek unë. Okej. S'më është e fajstu dikën tjetër, unë jam ky, po më pranove kështu, nuk pranon kërkush ashtu. Absolutisht që do bësh një farë lloj kompromisi me këdo edhe në shoqëri, edhe në dashuri, edhe në çdo gjë. Por se ti nuk bashkëton me një person, ose nuk e dëshirë të bashkëtosh me një person, nuk mendoj se ky është problem. Mendoj që është thjesht një preferencë personale, apo jo? E vërtet. Po s'kom qef që ata njerëz me i hub, do me thonë. Po mund t'i mbash ndoshta edhe në mënyra të tjera. Me shku nejt pushim, me da nejt darë. Mendon se është bërë e pamundur të mbash dikën në këtë lloj forme? Unë kam shumë miq të moshës time që po e bojmë të njëjtin muhabet. Thotë, ka ardhur koha me bo dikon edhe se ka njerë adin po mes vetë edhe po mërzitem. E merr e provon mas djove, që o bo, s'mundem. Do me thonë është problem se kur mësohesh vetë me jetu, edhe profesionim, gjitha lidhjet që i kom pas, ju ka pengu këtë shohën që kam, emisionin tim që kam, do me thonë si silëm unë me musafiret, si. Do me thonë, ajo ka orë musafir aty, është late night show, ti dush me... Normal. Edhe që ashtu njifem unë, edhe tash aty mu bo sirës se unë qenë kam në lidhje, se të dashurës time i pengon ajo. Atë moment që të pengon partneri jëtë në profesion, në punën tonë, Absolutisht. që ti bukën e gojës e ke nga ajo, po jo se ti mund të ndryshosh. Ti do me më ndryshu mu karakterin mas 28 vjetët, ti do me më ndryshu mu, po. Dole ti. Ja ku dera? Respekte. Respekte, deri në dekje. Shumë mirë. Po, shife ministër, jo mi thonë në atë një. Po, në telefon mund të ma bosh për talë jam. Okej. Po të show që ke, jam shumë kurioze, sa ko ke që ke filluar? 5 vite janë bo. Okej. Shurve, po. Kur ke filluar me këto komunikimin pak më të lirshëm se ç'duhet? Prej ditës të parë, domethënë, si ka ndodhur ne u ktheva nga Amerika, nga New York, isha në pandemi Covid. Ne New Yorkesve na ndodh kjo, ha. Isha me Tajnën, një koncert, gjitha koncertet në Evropë anullun, ai loqka atje dhe kjo nisuni se e kam regulluar edhe këtu të kem bat koncerti. Po vëlla, gjitha koncertet e Evropa o mbyll, lockdown, gjitha shtetet, mos dhvim këtë deri atje. Lekt ja dha për para, nisuni, edhe u nisëm ne. Koncerti nuk u mbajt, ngelem 5 ditë në New York, dhe me thonë për herë të parë Manhattan me pa ashtu për hotelit nalt, as një makinë. Po. Ishte shumë keq. Unë atë periudhë kam mësuar t'jap makinës. Apo? Në New York, po. Cili vit ishte 2020 ka qenë, apo? 2020 ka qenë, po. Mas të dite, një fluturim për Istanbul. Edhe New York, Istanbul, arritëm aty, nuk në lanë me u fut në avionin dhe ishte vetëm për Shkup. A nuk je shteta si Maqedonisë, nuk futeni do të në këtë fluturim. Duni me prit edhe 4 ditë tjera, kur ta bën edhe e rregulloi pastaj shteti i Kosovës një fluturim vetëm për neve, që kishim ngel na 60 kosovarë në Istanbul në aeroport aty 4 ditë. U kthymë në Prishtinë, kur arritëm në aeroport të Prishtinës, ushtria komplet aty edhe unë po dal valigjën në dorë dhe dhuratat për Renen. Që ti solla ato nga New Yorku. Kur dal jashtë thot, Berish thot, futun në autobus. Ne kishim sjell aty në autobus, me na fut komplet aty neve. Ata ishin si astronautë, ishin vesh me ato tesha të bardha, kur s'kisha po njetë ato.
Ishin izoluese, do më thonë, ju jeni të ardhë, ju jeni të infektu. E të mërshme. Tash makinën e kam këtu, para djave kom lo makinën. Shpa makinë më dha vutu autobus. Tha kryeministrin, po dojnë me fut aty në këto student dorms. Konviktet e studentave në Prishtinë që janë aty. Albin Kurti ishte atër, edhe është akoma, tash kryeministri. Vazhdon është në student? Vazhdon, po, jo, çka tha, kush do që të vjen Kosovë nga jashtë, aty t'i futni 14 ditë. Ta shohim, t'ja u bojmë na testin e Covidit, a janë pozitiv as janë. Edhe na futën aty. U mërzita që shumë se djavë se kësha pa Renen, jam shumë i lidhen me ta, telefonin e kisha, ku je babë, thash, kështu, puna. U mërzita e u mërzita? U mërzita dhe ajo për dhurata, se jo që shumë për babi. Edhe... Sa vjeç ishte në atë periud? Rene, po, sa ishte 2020 para 6 viteve, 4 vjeqe, po, e vogël. Edhe në telefon Instagram, shkruajshin, po pse s'po futesh live? As nuk e disha që ka mundësi në Instagrami me u fut live. Ma mësun, edhe e lash aty për para, edhe 5 orë të tregu Barceleta, të tregu gjithë shka për jetën tem. Sa të shkonin klikimet? 18.600 e kum pas rekordin, unë të menu që është pak ajo. Shumë rikom 400.000 followers, vetëm 18.000, që është kjo punë. Të menune që gjithë du të me më përcilë mu aty. Ma kishtë dërgu një vajzë aty, tha, po nuk është pak kjo, tha, shif Dua Lipa me Elton John, i kanë 4.600. Po ata të folë këtë diqka aty, mos dilini, mos bani kështu, e kanë hapë këtë pa lidhje, po. Unë të tregu gjithë shka. Ti ke qënë entertainment, ke qënë show. Që më bon aty. Ku shu futte? U fut ke Capital T, tregojsha diçka me kapitalin që na ka ndodhur. U fut ke Ledri, tregojsha. Kush do të fut ke nga estrada? Edhe sa dola aty pas 14 dite kur dola nga aty, na i bonën testin, dola negativ. Për çudi se kështu shumë janë pozitiv. E marrë, po duhet i gjë për sy të keq. Edhe kur dola, pas një javë më morën nga klani, kështu, a ke menduar me pas emision tonin. Nuk e di pse po mendoja që ti në gjithë të karantinë të erdhi një ide kështu me llampë si për kokë dhe aty. Mon ku pas shefën ashtu siç ashtu ishte ajo tavolina të studentat që kanë qenë aty në dhomën, edhe kanë pas tavolinën e mora tavolinën, një llampë, edhe i përgatitësha isha nesër në orën 12 kur flejnë fëmijët, bërën i gati futen prap. Edhe ta natën të imenu Barceleta ti shkruajsha. Edhe kështu ka fillu, do me thonë ideja ka qenë, po unë s'kisha pranu, mos t'kisha qenë muzikant, pianist, edhe me ndoha dhash moderator, nuk bohëm asë njerë. Ti se kishe bërë, më përpara asë njerë. Asë njerë se kisha bo, edhe me ndoha me njerë qunat, i kam të bendit, me një bend bukur, një piano aty në mes, një kështu baby grand piano. Po ata nga, a mendon se të kanë parë në për këto live-et, apo s'kanë pasur lidhje që të kanë marrë në telefon? Ndoshta i e kujtuar si... Jo, e kanë pa, se do me thonë në kumë qenë 14 ditë në ato live-et Instagramit, gjithë Kosovën e gjithë kënë do me thonë ka qenë po. Okej. Prandaj janë inspiruar nga ata. Janë inspiruar, aty ka thonë, se kemi ditë. Kam shkune për intervista, ka qenë shkurt edhe nuk e kumë dhonë gjitha prej vetës. Aty isha Roberti 100%, edhe kur shkova aty, marrveshja ka qenë, po ndryshove, o si aty, o mos na hajde këtu tash atin para televizionit me ndryshu. Dhe me thonë, kari pidhi me të parën sa të hapë me njerë me thonë aty, pa problem, është late night show, 11:15, plus 16. Në Shqipëri nuk e bëjnë këtë, edhe po tjetë në atë lloj orari. E unë jam çudit. Thash aty kom qenë i mërzitën, ka qenë Covid, pandemi, edhe më fut në Instagram timin. Po me një televizion, me pas një kësi lloj emisioni, e kum pas... A ka shumë Prishtinë të tilla? Jo, jam i vetmi edhe s'ka pas asnjëherë se besoj që e bën dikush. Edhe pasardhësia jote Rene që po e bën në Shqipëri ndërkohë. Po, ndërkohë që po bën. Po ti kështu nuk, që thua nuk gazon, nuk flet kështu fjalë. Flas, sa të duash, flas. Po varet edhe, po deri tani edhe rezervohen pak që ti mësoja, vash, duke respektuar edhe të ftuarin që kemi përballë, se mashkull, një farë lloj moshe tjetër, një stat tjetër, tani të lutem shumë. Për goca është pak ma problem. Mentaliteti këtu në Kosovë, gjithë ku ka shqiptar, mu më ka ardhur mirë ku kam shkuar në Amerikë, në Kanada, do thonë 65 vjeçar, 70 vjeçar, i moshuar, halal të qoftë. Na bën për qesh, mos ndrysho asnjëherë. Ati sa të vjen mirë ku ta thot dikush këtu një vjetër, po, mos ndrysho. Edhe ne du të me ndryshu ndonjëherë si popull,
Mjaft më. Duhet të avancojmë, ti në Amerikë shkon për intervistë punë dhe tjetri shan një intervistë që është një Shit, fuck, ajo kjo që... përdoret çdo 2 minuta, po kur ta thunë shqip, ju vjen pak më e Po të rëndë. bjerën se nuk përdoret kaq ashiqare, se po të filloj të përdoret kaq ashiqare, nuk do bie më aq rënd, mendoj. Po që I'm glad që po e bën këtë gjë. Unë e ku fillu mas pari me Barcoleta, edhe pastaj kur e pash që edhe musafirët penin vetën kesh, tash varet prej musafirit. Po, absolutisht, se desha me të pyet edhe për këtë. E kom ndryshu pak, po kur më vjen ajo spontan, do me thonë, kur më vjen e thonë. Nëse i vjen kesh nuk jemi kështu direkt, jemi me gjirime, edhe mujme edhe në montazh me hek ato, nëse i pengon musafirës. Zakonisht femrat janë pak kështu adin, që kanë fëmije, kanë familje, do me thonë, i vje kësa mërësh me preja të pjesë të lutem. Po, okej. Filimin e kom në ato Barcoletat aty, flasë gjithë shka. Kur janë musafirit, do me thonë, e kom pak ma ndryshe, kur qëllon edhe vetë musafiri, që është njëjtë si ona, atërë aty bërë. Knaqët. Ka lezetin e vetë. A e ndjen sikletin... A ndjen sikletin e personit tjetër kur është që ndry dhe t'i qik nga këtë komunikimi? Ndjej, po edhe ma thojnë edhe në fillim, unë nuk i ftoj musafirët përpara i kum ftu, tash merret një gocë aty, një producente, edhe ajo merret me musafir, edhe ajo më thot, ka pranu, po të kesh kujdes pak, a ditë se kështu. Edhe unë e di edhe sot vjen aty, unë e shliroj, të më mërzit, do me thonë, unë në veç fillimi kom ato, kështu që qka do që t'ke, diçka na e prejmë në montazh, e largojmë. Kështu që një është shumë rehat, kjo është late night show, ti artist, pak e liroj, pak edhe thot, po mire ki. Edhe pastaj bëhet motot. Po sikleti kështu, kur interviston dikë thjesht fillimin përgjithësi, vazhdon, se mendojnë në fillim e ke pasur me siklet kur e ke filluar si gjë? Kur e kum fillu, gjithë kanë qenë kështu të musafirë të estradës që i njof. Okej, edhe me të po edhe studio e madhe, kamerat largë, edhe unë kum shkune për intervista, kur se kum pas problem. Se ka shumë artista që akoma e kanë problem sot dhezët e adrita e kamerës, e kanë një kështu një far siklet ju vjen. Unë se kum pas të kur, edhe pytjet mi bojnë aty gati, kur nuk i lexoj. Do me thonë se bot pas ta intervist si po, gjithë që kanë të tjerë. Po edhe unë pytjet i kam telefone, akoma se kam prej telefonin. A pëshë se fillon muhabeti aty, me gjithë i kum pas në ndodhi, në histori. Edhe, ajman men, kështu fillon muhabeti, pap. Nice, very nice. Qa ka trek aty, zemër? A ke bo në të dashura? A qysh po duket Shqipëria? Me këtë muhabetin e meshkujve është që ke Shqipëria, po mirë, ja, kemi një këshu kotësa për... Po e shohi mirë. A po e shohi, shra? Po e shohi mirë. Që sa kotha i arë? Në Shqipëri. Se po të marrë pak një intervjistën e ty po. Një vit e gjusë, akoma si kam për 2 vite. Prej New Yorkut në Tiranë? Në Tiranë, seriose. I kum taku 12 goca që prap numri 12 po mjek. Në pishinë në Prishtinë, kemi aty ku është Grape. Okej, vdes, për ato vënd vdes. Shumë është dhe një përë. Vdes. Edhe Hotel Gardeni. Nga aji email i këshu në djeva si kur isha, bravo. Është mirë dhe javlen me shku aty. Po, edhe restoranti. Members only, edhe restorani në Gardenit. Edhe gjatë ditës aty në atë pishinën, prej palestrës, që me bo në det skemi, edhe aty. Shkatron jetën së rehatës. Isha vet. Edhe ajo Gjulje që ishte në Big Brother, e që marrën pite. Me dorë, ma bëm prianës kundër të pishinës të me dorë. Edhe thash, pa hajt, tash po më thirë dhe e njaf. Më falë, ka pishin të Gardeni, nuk e kam varë. Do me thonë, ku është Grape, këtu është Gardeni restorani, këtu në mes është komplet pishin. Ose kam qenë edhe gjithmonë në... Bëhet shumë mirë bëhet, do me thonë, kështu njerëz të mirë, nuk lajnë me u fut gjithkosh. Okej. Edhe gjatë verës, do me thonë, kur e gusht. Po, pra, po kam qenë gjithmonë dimër, ndoshta të po s'ke qenë verës, kur e gusht, edhe kanë hotelin, pastaj vinë aty vendosën, edhe kanë pishinën falas. Bëhet shumë mirë me DJ. Edhe më thret ajo thash, të shkaj se është femën, mos ti thonë se jo, hajde ti këtu. Edhe më në pishinë, bam, dalë ato anën tjetër. Kur ishe rëni 12 loqka aty, të rezit goca treja, tha këto qikat pa të në qef me të njëftu e unë i thash që të një shumë mirë, thash, që po një qika e një mirë, a keni janë për shema, po jo, unë e vetë, thash shpringa, Finland,
Suedi, Norvegji, Londër, Zvicër, gjitha ishin shoqe me vetë. Po. Tash sa mirë, po shema, sa do rini, se kjo pyetja edhe në këtë kështu. Kur keni jarë, sa do rini? Ja, thot, ajo thot që 3 vite jemi këtu. Dhe me thonë, kanë ardhë, në Kosovë janë këthy, kanë lonë alamet qytetet mira, Londrën, Malme, e Qapodion e pre Amerikës, se pre gjithë kajt janë këthy. E kanë shumë ma mirë, ma lirë. Shtëpiti kanë të prindve, nuk paguin qëra. Jo, unë këtë nuk e kam këtë luks. Por, unë më shumë të karriera e kisha se sa tek gjithë kjo, si në qofë se s'ke qa punë e bëmë. Normal, ato e në fut në punë të shtetit, ministri, qka po dijune në për këto call center, me atë pagën, do me thonë, rent nuk kanë, jeta e lirë, në krasu me Londër e me New York, është shumë ma e lirë, edhe të ne, shansë s'ka me pagu gocat. Ku dole, të këmë pat qëras, qunat nuk e lajnë, do me thonë, ku do që delë? Me, kuptoj, varet edhe sa i lëti pastaj po nesër, nuk e di varet, nuk mendoj se është shumë ekonomike gjëja se sa është që edhe qatë ku të pëlqen ty të rish, se në fund ditës, për shembull ekonomin e kisha shumë mirë në Amerikë, në krahasim me këtu, pavarësisht se jam e kënaqur, po pra më pëlqen vendi, më pëlqen njerëzit. Nuk ka në Tiranë edhe në Prishtinë prem të shtune, do më thonë, pret hanës ke ku me shku, ke ku me dalë. Te din edhe vetë ke jetu New York, ke rrit New York, nuk është mo New Yorku si përpara, si që shka qenë, do më thonë, pas pandemis ka ndryshu shumë sene. Edhe night life, edhe sa lokali, sa klubs jenë mbyll. E vërtet, po prap jam hap tjera, New Yorku nuk vdes për atë punë. Normal që nuk vdes, po, Prishtina dhe Tirana... A ke qenë të The Box? Se po dalë komplet jashtë podcasti, po jam kurioze. Sa herë ke qenë Box? Box, po, të e di që jenë ata qunat e Prishtinës që kanë qenë aty Bini dhe Giza. Tash Giza është tash, po Bini dhe Genci janë dy vëllezër. Edhe Genci në një Gencin. Bini ka qenë kryesorja i madhi. Bini nuk e kam takuar. Bini është i martuar me aktoren e njoftur Arta ndihmo ma ben, Dobroshi, bravo. Një aktore shumë e mirë, edhe është kthy edhe në Kosovë. Pa ta si 3 kanë shku aty, ka qenë The Box edhe One Ok. Po edhe One Ok, edhe atje kam qenë, po kam qenë shumë adoleshente për ta shijuar si që duhet One Ok-un. Edhe po flasu në 2023, 2024, 2025, rendi të prit ato gocat për Christmas, ftoftë se ti gjaketat i lojnë në makinë dhe rendi i madh, e ti të futë si idiot aty, se i njef gjithë ata jashtë aty, se ata nga Prishtina ishin në menagjerat. Edhe më vike shumë keq, që po futëm jashtu, tu i njoft krejt, pijet pa lek. Gjithë aty, do me thonë me bastarojmë si ne e kishe këtu, P. Diddy këtu, 50 centi ma që atë jemi kishte bësht sa lek nuk ja kërkova të atëre. Edhe, kur shkova në box, aty, kur se haroj, edhe akoma ishi njëti ai që veshët si femër kështu, që e ka atë shohën që e fut shishën në byth, në vrim të bythës. Në vrim të bythës e fut, edhe kërën ato e shiku kështu tash, do me thonë njës të paguin, hyrje, vinë këtu, pinë, edhe e shikojnë atë tipin, a i bëj këtë dësën dhe isha, qka omër këtë qa po të me bo, e prit këtë atë pjesën më të fort edhe e qitin i shishe edhe, do me thonë ullë mirë aty, që është bëmbeni me krysë edhe e ka pa. E ke pa dhe. Dole nga aty, Ama se ka dhe show të tjera që janë shumë bukra. Po punat që me dalë prej aty, po ne qëllova, Baksuzi qëllova bashat natë kër e kishtë atë pjesë. Edhe dolem prej aty, s'po e mori makinën fare, këtu është një diner offer aty, shkum diner. Shkut për ngrëm pas sa edhe pak pas birës bëthës me po nej kalamari. Shkum një diner aty dhe pap, edhe ula, thash, do me thonë New York është crazy, qka s'ka këtu, me paramresha në Kosovës, në Shqipëri me pas diqka që është. Sa më ka ardhur shimin të avëllin, a i personin nga aty, mrapa, nuk ka shan. I njëti aj po. E kam baru, i kam orlek, zemra ka thonë ta honi burger. Edhe ullë mrapa neve aty. E shikova njerat pjatën time, thash, qia. Sa e të kjo? E hëngre apo jo të gjithë? E që këtheva ta nëzata qia të mirë aty. Qëta shpo e nezin një cigare? Ndizë një cigare. E ke formatin që ashtu, kështu që... Po, rehat. Të biljes të tasjo. Këto prezervativat a i keni në shqitja? A jo, këto këshen kanë kësi? Jo, nuk janë në shqitje, ti japim dhurat në fakt. A po? Po. I përdor prezervativa ti.
Kështu për ditëlindje, se këto ballonat janë shumë shtrekte, prezervativat i frymë, kështu. Jo, ore, jo. A pi ti cigare, duan? Po, e pi do ta marrë dhe një ty, që ta bëjmë një mbyllje interesante. Dorën zemër, a? Po, në mes, aty, në mes të kreharorit. Prej nga jeme prej ardhje? Mami është nga Tepelena, babi është italian, nuk është shqiptar. Aha, italiane pas ke babin. Babën, po. Në një gjë interesante tjetër se të pyes, të godas me një dy pyetje kështu interesante që i kam të shkruajtura për mbyllje. A jerdh koha pyetjeve, a? Erdhi. Jo, mund ta vazhdoj kështu në conversation, po thash Unë ti kisha kështu të edhe unë. Unë nuk knaqa dhe me thonë edhe nuk po shoh kështu mirë pa syza, se i kam me numër kështu 2. Okej, pse si bën operacion? Mami im sa i bëri. Po du me i bë. Ishte shumë i lehtë kështu. Kalon Asë të më shumë 20 kolla, minuta ishte po. maksimumi, do të ca pika do një përdor një muj. Do rrish me syzet që i shpinja 2 ditë. 2 ditë kaq. Unë mendova, unë shkova në shtëpi, unë nuk e dija që mami im kishte bërë operacion syt, dhe shkova në shtëpi dhe shumë me syze, dhe ishte te top lista e Top Channelit që ishin këto këngët e rap, dhe thash ka fillu drogën, se s'ka mundësi, ti ishte unë me syze me rap aty. Okej. Ku i ka bërë, Shqipëri? Po këtu në Shqipëri i bëri. Robert Berisha, e para punës desha të pyesja dhe këtë, si e mban veten kaq fit, çfarë bën? Se ti cigare pi, alkool pi? Nuk e teproj. Nuk e Nuk e teproj se më bën problem me kordet zonit, Okej. alkooli. Edhe duhani është i keq, por nuk e teproj as me duhan. Okej. Unë mendoj që është gjenetike. Kjo S'mendon që është palestra? palestra patjetër, Ti ke vite që bën palestra? Po. Sa herë në javë? minimumi 4. Halal, Po, okej. minimumi 4 herë dhe ushtroj vetë për para me quna, do me thonë, as këmishën s'mu ishe me vesh, as setrën, as nuk trinë mirë, as në skenë, as kur gjo, në përzishin me të sigurimit, dhe shëna jetë të sigurimja artistit që këne donë në skenë, sa ta të sigurimit zakonisht në qëtë maj. Edhe tash e kom gjetë kështu një pesh, jam i knaqën, edhe ushtroj vetë. Okej. Ushqimi, seks sa ma shumë, Okej. Po kështu trajtime, gjëra... botox, Mbajtje, botox? botox pa tjetër, po. Okej. Që një 4-5 vite... Hydrofacials, gjëra kështu thonë, i bën në i gjë. Po, me Benin, që tash se ky Benin s'ka qef me kuptu, po ky m'ka qu të një gocë në Prishtinë aty, ka me durë, do me thonë, edhe quna plot për shkojshën, nëse kum ditë, nuk ka të keqe kur gjo. Okej. A botoxin që 4-5 vjetë, Okej. më ka qu Arelina edhe Popi. Okej. I njeh? Popin jo. Popi është menaxheri i saj edhe miku i saj që sa vite, edhe ata ishin në pandemi, gjitha kanë ndodhur në pandemi. Erdhën në Prishtinë, ku do dalim, bam, thas po dalim fare, thas është Gardeni punonte edhe gjatë pandemisë. Edhe në Covid, thash të futemi aty, kanë muzikë të mirë, se s'kemi ku me shku tjetër. Ajo tha, e kemi një surprizë për ty, edhe më qunte që ajo goca në Prishtinë, që ajo ka jetu në Tiranë 15 vite, është shumë e mirë, edhe e bonëm një tretman, edhe ata bonëm edhe botox. Okej. Unë kom frikë prej gjilponave, kom shumë frikë. Okej. Më thonë vetëm të dentisti s'kom problem se nuk e shoh, ta fut në gojë, po kështu në damar, adin e kom siklet, shumë dhe siklet, kom fobi. Në i trajtim që ke bërë në i herë që nuk do e bësh më kur që të jetë meruar, të ka ndodhë? Jo, Okej. ja, kur fa Good trajtim, do me thonë, kur në spital s'kom qenë. Okej. Kur në spital s'kom qenë, asë një operim se kom, dhëmbët i kom, Okej. edhe që bëj botox, Allah. baby botox, kaq. A bie aktiviteti seksual me mosh? Ose dëshira për aktivitet seksual me mosh? Nuk e di, unë e ka njerë, thëmë mos kanë gabu diçka kur më kanë regjistru, ndoshta jam 92, 93. Okej, përgjigja është jo. Përgjigja është kjo, po. Okej. Jo, kur merresh me sport, unë mendoj që testosteroni, po, edhe me të leme është pak kjo. Okej, pyetja e fundit, që mendoj që do japë... Përgatitu Beni edhe ti për që të... Po, përgatitu Beni. Shofer, je ke kujtë. Çfarë është diçka që ti e ke konkluzion absolut në gjithë këto vite eksperiencë romantike? Me thënë diçka që ti ndoshta kur ke qenë i ri ke thënë, "Jo, po është kështu me femrat, po është ashtu", kurse tani thua, "Kjo është absolute" në marrëdhënie me femrat.
sfodimet, tregu drejt, si me u përgjigj. Që dikur ku mendu që si ishte edhe njerë ma spjego? Për shembull që ke pasur pikpyetje, se duke u rritur, duke kuptuar, duke dalë në konkluzione ndryshme me eksperjenca, evolon truri, gjërat, mendoj që jeni një moshë që je shumë konkret mbi gjërat që do, se si funksionon ti, se çfarë karakteri ke ti, pavarësisht se ne jemi gjithmonë në evolim tërkohën. Po. Çfarë është diçka që ti e ke të faktuar që kështu funksionon marrëdhënia me një femër, ose që kështu janë femrat, ose që kështu duhet ja bësh? Po, është vërtet, sa je më i ri nuk e, sidomos moshkët nuk piqen si femrat, gjithmonë ma vonë, e femrat janë më të gjalla, më të mençme. Edhe nuk mundesh me i mashtru, nuk mundesh me ja lyt lojën. Sa do që mundosh me i mashtru e me i rajtën, edhe gjithmonë ti kime hup. Edhe ku mbron përfundim që veç dush me kon i drejt, mos mi rajt femrat, i kanë i 9.000 rajt. Vdekja. Prej se kom fillu me tregu drejt, do me thonë edhe i futësh edhe në qef, atin si ma tregon drejt. Edhe kur e len vetëm fajtor. Unë jam problematiku, unë jam aj fajtor. Ti s'ke fajt, ti je shumë mirë. Unë jam problematiku dhe edhe se di që kom me ndodhë me mu, po e kom vërtetu që kështu du të me qenë. Mos rajt. Femrat duan mos t'i gënjesh, dhe t'jesh fajtor gjithmonë. Me pranu që je fajtor, po. Okej. Se ti mundesh me mja thonë drejten, mos me gënju femrën, po prap me qitë ato keq, me qitë poshtë, me hedhë poshtë. Me të gënju nuk të gënjej, po problemi nuk është të ti, është të konë. Edhe ti je super, me to kur nuk e hup. Robert Berisha, je mrekulli, faleminderit që ekziston. Sa keme reze ta hongsha i teze. Cool as podcast. Thank you so much që ishe këtu. Me shumë knatësi e kum pranu ftesën me ardhë. Do shihemi vërdall. Pa tjetër. Jemi në qarkullim. Pa tjetër. Unë e mburel banoj.